Nga sot monopatinat elektrike nuk do të lejohen më të qarkullojnë në rrugët e Shkodrës, ashtu si edhe në pjesën tjetër të vendit. Vendimi vjen pas një rregulloreje të re që synon rritjen e sigurisë rrugore, pasi është vërejtur shtimi i aksidenteve ku janë përfshirë përdorues të monopatinave. Megjithatë, ky vendim nuk është pritur mirë nga të rinjt, ata shprehen se janë kundër ndalimit të tyre, duke theksuar se monopatinat janë një mjet ekologjik, praktik dhe ekonomik për lëvizjen në qytet. Të rinjt kërkojnë që autoritetet të rishikojnë vendimin dhe të gjejnë një zgjidhje që garanton sigurinë e tyre, pa ndaluar plotësisht lëvizjen e tyre. Po, unë mendoj se po se fëmijët për i lërë s'kanë këmë arë, se nështë vetëm skuterin ose bicikletat kanë. Po, mendoj se duhet lejon. Edhe unë me skuter kam pas, por atë më kanë thënë marrë në kam. Unë mendoj që monopatina duhet të lejohen, sepse shumica e njerëzve i përdorin si mjete pune për të shkuar ndash për punë, ndash për të bërë një xhiro, me shku në shkollë, me kry punët e tyre. Duhet të merren masa për që përdorimi i tyre të jetë sa më i sigurt, siç ndodhin edhe jashtë shtetit, ku ka një kod specifik ligjor për përdorimin e tyre. Shumë të ri, shumë fëmijë përdorin për me shku në shkollë, me shku në punë, me lëvizje të kështu. Nuk e mendoj që është zgjedhja e duhur për t'i ndaluar. Duhen të merren masa për ato që i përdorin, që të jenë të sigurt kur lëvizin në rrugë. A është si mjet që lëvizni edhe ju me të? Po, keqa mjek, po, edhe herë mi i këthy. Policia rrugore e Shkodrës ka nisur zbatimin e urdhërit duke shtuar kontrollet në akset kryesore të qytetit. Kjo fazë e parë do të fokusohet kryesisht tek paralajmërimet, por masat mund të përfshin edhe shoqërinë në komisariat apo bllokim të mjeteve në rast të përsëritjes së shkeljes. Kontrollet do të zhvillohen çdo ditë dhe do të intensifikohen në të gjitha rrugët kryesore të qytetit, në fokus të veçantë në zonat me qarkullim të lartë.